Vëllezër të nderuar, vazhdojmë nën serialin tregimet më të bukura të Kur'anit, tregimet e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ku në ligjëratën e kaluar kemi folur për pejgamberin e parë apo rasulin e parë, të dërguarin e parë në sipërfaqen e tokës, i cili i ka ftuar njerëzit prej adhurimit të idhujve në adhurimin e Allahut Azza wa Jall të vetëm. Dhe treguam se Abdullah ibn Abbasin në një transmetim thot se prej kohës Ademit a.s. deri tek Nuhu a.s. kanë qenë 10 gjenerata të cilët kanë qenë në dinin e Allahut, në njohurinë e Allahut, në një fe, në një ligj, në një adhurim të vetëm të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, me ardhen e 10 shekujve, ndal nga dal, ka filluar shejtani që t'ju bën cytje derisa me cytet e tia ka arritur që njerëzit të kthehen në adhurimin e idhujve, që filluan t'i adhurojnë me pretendim se kanë qenë 5 prej atyre, Waddan, wa Su'an, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, Nasra, 5 njerëz të devotshëm që pastaj ata i bënën piktura dhe më pas ata i bënën idhuj dhe pastaj filluan ata t'i adhurojnë. E Allahu Azza wa Jall e dërgoi këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jall, i cili erdhi në kohën kur u përhap shirku, për t'i kthyer njerëzit në adhurimin e vetëm të Allahut Azza wa Jall dhe për ta braktisur çdo gjë që adhurohet përposa Allahut, braktisjen e idhujve dhe zotrave të rrejshëm të asaj kohe që kishte manipuluar shejtani me ta. Dhe treguam se Allahu Azza wa Jall kur e dërgoi këtë pejgamber, mosha e tij sa ishte? Kush e mban mend? 480 vjet. 480 vjet Allahu Azza wa Jall e dërgon pejgamber në popullin e tij Nuhun alayhis salatu wassalam që t'i thirr njerëzit në fenë e Allahut Azza wa Jall. Dhe njohëria e Allahut Azza wa Jall, tauhidi është aq i rëndësishëm vëllezër të nderuar, se njeriu kur e ka tauhidin, me këtë e garanton vetin e vet që ka me qenë xhennet për gjithmonë. Ai i cili mundet me bo shumë ibadete, mundet me bo shumë adhurime, mirë po nëse i bën shirk Allahut, nëse i bën rival Allahut, e hub shansën e xhenetit. Për sa herë? E tash nejna tu folën për tauhidin, njohurinë e Allahut, se si ka kthyer, si do ta shohim metodologjia, mjetës se si ka thirr popullin në tauhidin, njohurinë e Allahut. Dhe pse aq shumë 950 vjet nuk ka bo asnjë tjetër, si ka thirr me fal namaz. As si ka thirr të thot me dhon zeqat, as me bo hax. I ka thirr vetëm se me adhuru Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo ishte porosia edhe Muhamedit alayhis salatu wassalam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është si dërguar në Mekë 13 vjet çka i thirr njerëzit në adhurimin e Allahut dhe braktisjen e idhujve. Pse? Sepse njeriu mund me bo shumë ibadete, mund me qenën edhe adhurues i Allahut Azza wa Jall, pa dituri. Mirë po, nëse bjen rivalitet, bjen shirk, atëherë këtë veprat e tjera i zhdukun. Shembull. Mëna thëna, hoxha, ti e shpjegue për tauhidin edhe për me lënë shirkun idhuj, nëse sa adhurojna idhuj sot, ne nuk adhurojna sot druj e gur, çka na adhuru ata, edhe çka është dobia jon që ne përfitojna nga kjo. Se njerëzit mendojnë se vetëm duhet më i bëj ibadet ose miron sejdë ose ruku një gurit apo një drunit. Format ndryshme të ibadetit nëse ja ban, bjen njeriu në shirk. Shembull, ka prej njerëzve që sot mesin ton, pa edhe më herët, kanë pas defekte në shumë në tauhid, njohurinë e Allahut. Shembull, më herët, duke qenë pak më të ri, pa edhe në kohën e sotit, unë po i tregoj ato që vet i kanë përjetuar dhe vet kanë dëgjuar nga njerëzit, kur ka qenë një fëmijë i smund, edhe çka i kanë thonën, kemë shku te Kral Këzi nga Xibab. Kemë shku te filan Tylbja, te filan Teqa, kemë kall një qirr. Kemi ja marr ato teshat, kemi ja fërku për atë gurin. Kemi ja vesh fëmia ka mushnosh. Ku shëron? Allah Azza wa Jall shëron. Ai i vdekuri me gropu grovorin atina i gjen eshtrat mbrenda dhe nuk ka xhapi atina asnjë sen. Ai ka nevojë me bë lutje, me bë dua që Allah Azza wa Jall ta mëshiron, ta fal dhe ta bën banues xhenetit. Ta shpëton nga zona e xhenemit. E jo më na shëron neve, ose s'u ka çel kismeti, shko te filan teqe, ka ati vora, keme bo një tavaf, keme bo ketë, keme bo atë, edhe me qëket ka me të ndodhë ti që ti ka me të qelë kismeti. Ose, e ka pas një njerit smund dhe ka shku të gjingjia dhe ka qenë me hal edhifi, normal që ka qenë ndoshta me hal, e ka sprovu dhe kjo sprove dë njojës, i ka thonë e dush me prej një pull, ose me prej një gjell, edhe me ketë ka mu shërue.
para më përkan me prijat pule, ose dhe ka thonë pule zes, mu kon gjel i kuq, mu kon kështu. E çka ka me bo? Me atë me gjak, me bo atë personin sen hall ka mi kalu. Kjo çka është këtë shtin me bo do më thonë shirk. Pse se namazi, kurbani, duaja, krejt të janë ibadet. Çto janë ibadet? Nëse ti e lut dëkan tjetër për pos Allahut, për shërim, për rizq, për mirësi, a është kjo shirk? Ti nuk i bo sejdë mirë, po dua nuk ja ke drejtu Allahut. Se ai që jep rizqin është Allahu, ai që shëron është Allahu, ai që jep jetë, edhe ai që jep vdekje, që e ka kriju vdekjen është Allahu azza wa jall. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i cili e krijoi jetën dhe e krijoi vdekjen për t'ju sprovu juve se kush do të jetë më vepër mirë. Kjo sprov. Edhe tjetra çka ka një lloj i gjunohit të madh, po ndoshta ka mri deri te shirku, që edhe ju e keni mrije, kur e ka ndresh diku shtëpinë e re dhe e ka gropu temelin, e ka prej një dash edhe gjakin e kurbanit e ka shtin temel, bile disa dhe kokën e dashit e ka shtin mrena, kanë thonë se nëse vot temelin nuk rëzohet, nuk mirët mësysh, disa e kanë pas besimin se mbrotët e pishitanve prej gjinve se ki dirë gjakin aty, mo nuk ka kur zhumën. Kjo është shirk? Do më thonë se ti thu, nëse se preju në kurbanin, nëse se lagi me gjak temelin, nëse se vreju në atë krije në dashit, shtëpia ka më urzu, shtëpinë ka me marrë mësysh, ka me pas probleme në shtëpi, s'ka më konë rahat në shtëpi. E do më thonë, kitë janë këto lloje të ibadetit që njeriu e çojnë deri tek shirku. E çojnë deri tek shirku. Ndoshta dikush e ka gjuna, e ka vetëm si adet e ka bu. Mirë po, a lejohet kur ndreshi shtëpi me prej një kurban, edhe mi i thirr njerëzit me hangur me pi? Po, lejohet. Allahu azza wa jalla ta ka mësue, je gëzu, ki ndrej shtëpi, ki ndrej xhami, ku diçka, i thirr këtë punëtor, i thirr njerëzit, i thirr mohallën, i thirr xhamatin, me hangër një drek, kjo është shumë rregull dhe kish problem dhe nuk ka problem këta. Mirë po me bëm kësaj lloji, atëherë hin domethënë atë rrugët e shejtanit që thotë wala tattabi'u khutuwati shejtan, mos i ndjekni hapat e shejtanit. Pse? Sepse hapat e shejtanit që ndryshojnë. Shejtani apo këto nuk i ka çuar drejt në shirk. Ka thonë këto janë njerëz të mirë. Këto vazhdojnë, do më thonë, devotshmërinë kur janë këto nga kadër, ka ardhur puna derisa me i bo lutje, derisa me kërku pjatire, edhe më ardhur, do më thonë, deri në punën e shirkut. E për ata Allahu azza wa jall e ka dërguar Nuhun alayhis salam për t'i thirrë njerëzit në fenë Allahut azza wa jall dhe ka përdor metoda. E dietar thonë se çto metodat janë esenca e davetit, esenca e thirrjes çdo hoç, çdo njeri, se të ne kanë herë mendojnë që vetëm se hoxhët do të më kallëzu ders, edhe vetëm se hoxhët më mundu me udhëzu njerëzit, jo, edhe ti ke obligim familjen tonë me udhëzu djalin tan, me udhëzu çikën tonë, motrën tonë, nënën tonë, babën tan, familjarët e tu e kije obligim me i këshillu nga e mira dhe me përdor metoda dhe thojnë dietar se çto metodat i ka përdor Nuh alayhis salam 950 vjet për me i thirr rrugën e Allahut azza wa jall, edhe këto janë metodat më esenciale, më të forta që i ka përdor Nuh alayhis salam, që Allahu azza wa jall i ka përmendur edhe në Kur'an. Nuh alayhis salam 950 vjet i ka thirr njerëzit dhe ka përdor metoda ndryshme. Një ndër metodat që e ka përdorën terghib, inkurajim. Çka është inkurajimi? Shembull, e shef njerin i dopt në fe ose nuk ka interes fesh. Çka i thuti? I thu Allahu azza wa jall të ka krijuar saksalem. Që ti ka dhënë këtë mirën, të ka dhënë pamje të mirë, të ka dhënë sy, të ka dhënë vesh, të ka dhënë dëgjim, të ka dhënë mend. Allahu azza wa jall të ka dhënë pasuri, të ka dhënë shtëpi, të ka dhënë fëmijë, të ka dhënë grua, të ka dhënë nanë, të ka dhënë babë. Domethënë, mi cek gjonat që Allahu azza wa jall i ka dhënë për robin. E kjo të më inkaro. Çka ka thonë? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ju tha Nuh alayhis salam, o popull jam, kërkoni falje Allahut. Pendohuni për këtë, sepse Allahu azza wa jall është mëkatfalës, ja u fal. E çka ju bën Allahu? Ju jep mira në dunjë dhe të mira në ahiret. Çka janë të mirat e dunjës? Thot yursilis sama aleikum midrara. Allahu nëse ju pendohuni, bëni istighfar, Allahu bereqetin e qiellit, shiut që është bereqeti që e zbrit Allahu prej nalt, edhe begatin edhe bereqetin ka me zbrit mbi ju. Çfarë thot? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Çka bën tjetër Zoti me juve? Thotë nëse ju pendoni, Zoti ka me vazhdu pasuninë, edhe ka me vazhdu juve evladin, ka me vazhdu juve pasardhësit e juve, që me qenë domethënë në krah juve, ndihmës juve në këtë dunjë dhe me bë për juve dua dhe në ahiret.
Pastaj çka thot? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kam ju bë kopshte dhe kam ju bë lumej. Domethënë Zoti ka më dhënë këto të mirat dhe ka më vashtu këto të mirat, vetëm ju nëse pendoni dhe ktheni te Allahu. Kjo është për inkuraju, me i nxit ka e mira se këto të mira çka i kena prej Allahut azza wa jall. Pastaj metoda e tjetër çka është? Paralajmërim për një dënim apo për një të keqe. Nëse ju nuk i përgjigjni Allahut, nëse ju nuk e falenderoni Allahun, Allahu ka mundësi ju dënue. Allahu ka mundësi me ju çu dënim nga dënimet e kësaj bote, po edhe dënimi tjetër është dënimi i ahiretit. Dhe kjo ka qenë metoda e Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam thotë kishte dënjer, na folte thotë për xhenetin, çaç na përmallonte për xhenetin, saqë nuk mendonin asnjë send vetëm se me shku në xhenet. E ka dënjer na frigonte nga zarmi i xhenemit, aq shumë na u frigonte saqë kur shishmi te shtëpia, na u mërzit ke çdo send. Do më thonë, njeriu imani që kanë thonë besimtar, që kanë thonë dietar, se imani është mes sikur një plumb mes dy kraha, mes frigës dhe shpresës. Ai keni pa ai plumbi që fluturon në ajër. Nëse një kraj ja lidhin, ato që kanë plumba e din, nëse një kraj ja lidhin, a ka mundësi me një kraj me fluturu? Jo, bien. Kanë thonë, nëse njeriu anon ka friga shumë, ka mu shkatru se shumë frigët. Po nëse shpreson shumë, haj se Allah mi fal, haj se Allah më shtin xhenet, haj se unë e më i mirë, ha ka më të këqij se unë ka më gjunaçor se unë, do të thonë e shlon vetin ler i ban këtë gjunatën e thu ka më të keq se unë, Fironi ka thonë jam Zoti juve më i lartë, nuk tham Zot, nuk tham kështu, nuk tham kështu, do të thonë fillon me deviu më tepër. E çka do të më kon paralel mes frikës zarmit të xhenemit edhe tjera më konë mes shpresës. E kanë thonë koka e sajna është dashuria për hir të Allahut azza wa jall që e ban. Do të thotë i ka frigu me zjarm xhenemit, do të thonë nëse kthehen. Kjo ka qenë metoda e ditë e Nuhut alayhis salam. Metoda e tjetër ka qenë për t'i bind ata se çdo send çka keni ju në jetën e juve është prej Allahut. Mi bind. E para që ka thonë prej bindjeve, ka thonë malekum la tarjuna lillahi waqara. Pse nuk e respektoni, nuk e mbadhroni Zotin e juaj? Waqad khalaqakum atwara. E Zoti ju ka kriju juve me etapa. Çfarë ka thonë? Ju ishni një pikë uji, pastaj u bët një gjak i ngjizur, pastaj u bët domethënë një mish i përtipur, pastaj u bët juve çka eshtra, pastaj ata eshtrat u veshën me mish, pastaj mishi u vesh me lëkur, pastaj erdh shpirti, pastaj filloi të trokase zemra, pastaj filloi frimarrja, u rritë u bone drejt këtu. A nuk i paramendon ti këto etapa kush u kujdesti për mbarkun e nonës? A e keni pa njeri kur del në dunjë, nëse s'ka fëmia i vogël, nona haron mi dhon me hangër me pi. Kur ja nis me kajt, thot ka diçka e pa mlon pa buk. Ama në bark a e ni nona kur kanë fëmia? Se ni. A e ndi nona se a ka nevojë me hangër me pi ai fëmia në bark? Jo. Kush e ushqen? Allahu azza wa jall. Do të thonë barkun e nonës, kujdeset 9 muaj që pa e ditë i shkon ushqimi atij fëmijës, han dhe pin pa e marr vesh nona hiç. Kur ka nevojë me ngron, e ka domethënën i shkon. Edhe drejt së dietarët kanë thënë, Allahu ja ka lënë një rrugë, sa ka kon barkin e nonës, ja ka lënë një rrugë. Edhe u ka kujdes Allahu azza wa jall. Thot momentin që e kanë nxjerr, ka lind, dhe ja kanë prej çat që ka shku ushqimi, atë zorën, ja kanë prej, ja ka qelë diru këqera, me pi gjik të dionët. Thot, e kur i ka bot 2 vjetë, normal e ka largu pi gjinit, Allah ja ka qelë ketë rëskët qera që ka furnizimet me i hangër. E do me thonë, ka doshti të regoj se sa etapa Zoti kujdeset për ti, a nuk meriton qatë Zoti me adhërue, a thu valë ketë mujnë me boa ata idhuj të juaj. E ata e kanë kryu humul khalikun, a ata kryojnë diçka, apo ata janë të kriju, mi ka kriju dikush. Do të thonë Allahu azza wa jall është krijuesi juve, ai që meriton është me adhuru Allahun azza wa jall. Edhe ai i cili meriton të thotë që të adhurohet për shkak se idhujt nuk mujnë me u bë as dobi e as dëm. Tjetra kanë thënë edhe një prej metodave është me qenë njeriu i butë, me qenë njeriu i urtë kur ta thirrë dëkan fen Allahu azza wa jall. Mos jetë arrogant. Edhe nëse pala tjetër është arrogant. Pse kjo është metoda më e butë për ta afruar ndinin Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala kur e dërgon Musa alayhis salam tek Firauni dihet, ana rabbukumul ala, unë jam Zoti ju më i lartë, i ka prej fëmijë, i ka prej gratë, ka zullume të mëdha. Allahu azza wa jall ka thonë: "Wa qula lahu qawlan layyinan
la'allahu yadhakkaru wa yakhsha, o Musa dhe Harun, thujni fjalë të buta Firaunit, ndoshta me fjalë të buta do të përkujtohet dhe do të ketë frikë Allahut. Nuk ka thonë banu i ashpër, po ka thonë banu i butë. E Nuhi alayhi salatu wasalam çka ka thonë, ja qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi, o popullim, nëse e shihni që unë me të vërtet jam i dërguar i Allahut dhe po ju thras në këtë të vërtet që Zoti ka më shpërblim me këtë shpërblim. Thot, wala yukrihuna ala din, edhe nuk i ka torturu ose nuk i ka marrë me dhunë njerëzit në fe. Edhe ne e kena këtë në Kur'an, la ikrahe fi din, do ta thirrësh dhe kanë fe. Qëllimi është jo musliman, do me thirrë në fejnë Allahut azza wa jall. Jo me i thonë si njëri tregoi që tha, e patmizon njëra në shkaj, patmizon ban sejdë. Ai tha bëj ke sejdë. Thuaj la ilaha illallah, ai pi frika tha the la ilaha illallah. E ka menuar që me këtë ka një sevap njëri, dhe e kemi shtin shkaj njëra me bëni sejdë, më thonë, jo, nuk është kjo kështu. Jo është me bindjen tru, me bindjen vetën, nëse ti e ki bind me fjalë të buta, që ai ta pranojë fejen, atëherë shpërblimin e kije sa këtë bota që konta dhe çka të baj ai pi veprave të mira, të shkon edhe një pjesë e sevapit ti se ti e bu sebeb që mu udhzuaj. A di çfarë është sevapi i madh? Nëse ai nesër bota fizik Kuranit, nëse ai bëhet nesër dietar, nëse ai bëhet nesër që ndërton xhamia, ndërton shtëpia, ndihmon njerëz, ndihmon varfër, fukara, jetima, shpërblimet aty na kemi pas ti nëse ti bësh sebeb ai me pranu fen, me pranu Islamin. Ama jo me dhunë fe. Nuk ka dhunë fe, domethënë me mirësi, me butësi, ashtu siç e kanë e ka bëu dhe Nuhi alayhis salam, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ka thonë, a mendoni që unë kam ja obligu juve patjetër e ju kur nuk jeni të bindur edhe ju e mohoni? Jo, kjo është e drejta juve, mirë pa e jemi është me u kuptu fenë në mënyra që ju ta kuptoni fenë e Allahut azza wa jall. E disa njerëzi kanë dyshime. Dukush ka dyshime në Zot. Dush me bindën se Zoti ekziston. Dukush ka dyshime tjera, shembull krishterët e kanë dyshimin se Isa alayhis salam është i biri i Zotit. Ama kur ti thësh atyre krishterëve, kush e krijoi qiellin edhe tokën, kush i krijoi këto mirësi, çka kanë me thënën? Thënë Allahu. Domethënë ai që e pas ka krijuar qiellin dhe tokën, ai që e ka krijuar edhe Isa në birin e Mariemës. E thot me bindën domethënë mi a hek dyshimet. E dukush ka mendon se dyshim ti ki prapavi mu pasuru, dukush mendon se ke prapavia ti mu boe përgjithësiative, se ato kanë menuar se ki do të bëhet Nuhi alayhis salam i thirr këta, që ki mu bë komandant, i udhëheq, që ki mu bë i pari ative. E ka thonë jo, nuk e kam për qëllim. Edhe plus asaj na ato kanë menduar se ki e ban këta për parë. Se ki si ta bëj të më dhon parë. E çka ka thonën? Ja qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah. O popullim, nuk duone shpërblim për juve. Por unë du vetëm shpërblimin tek Allahu azza wa jalla. Domethënë dyshimet çka ka, dukush mi ja hek këto dyshimet që mos më bë sebeb dyshimi që ai mos më pranu fenë Allahut azza wa jalla. Tjetra prej metodave Nuhit alayhis salam çka kanë? Sabri. Ai ki po ne shumë abe filoni kum shkuaj kum thirrën, një herë pa ta thirr, dy herë, një vjet u pa ta munu naton keton, jo besu Zot ai. Nuhi alayhis salam ka bo sabër sa 950 vjet. Jo 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 100 vjet, 150 vjet, jo. 950 vjet I ka thirrë dhe sëllut ka bo sabër, dhe kjo është stimulimi këtë pejgamberëve, dhe kjo kom pejgamberi I parë, që ta mi dërgumi I parë, këtë pejgamberët, kur janë lodhë në herë, e kanë përkujtu në Kur'an që Allah thash e ka përmenën në 43 vende të Kur'anit, e ka përmenën në ngjarjen e Nuhit alayhis salam, dhe të ka treguar se 950 vjet se asnjë pejgamber nuk ka në Kur'an që e tregon se sa ka thirrë në fe. Dhe të ma gjejë dukush një ajet në Kur'an që tregon Allah se një pejgamber sa ka thirrë në fe. S'ka. Dhe vetmin që e ka përmenë Allah se sa ka thirrën, thotë edhe që kaç vjet ka thirrë. 950 vjet është Nuhi alayhis salam. Me ka thënë se mos u lodh. Ai 950 vjet sa lodh, ti për 10 vjet, për 20 vjet, për 30 vjet, për 50 vjet që mu lodh, ja, s'ka mu lodh. Domethënë me bë sabër ashtu siç ka bë Nuhi alayhi salatu wassalam. Po ashtu tjetra është me bo sabër, shembull. Ka dukush në familjet njerëzve ton, s'falet. I ku më thonë disa herë valla hoxha s'falet. Apo nuk falet. E çka me bo do të më lën. Ose I ku më thonë më mbulua, ma nuk mbulohet. I ku më thonë disa herë, ja, s'udhëzohet. Udhëzimi është në dorën e Allahut azza wa jall. Nuk është udhëzimi në dorën tonë.
Pejgamberi alayhis salam o kon pejgamber, o konën vula e pejgamberis, o kon njëri më i zgjedhur prej këtë pejgamberve, metodat I ka pas më të mira, sjelljen e ka pasën kulminacion, wa innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtetë jemi në moral shumë të lartë, ka përdor militataj Allah azza wa jalla ka thonë innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammed nuk mundesh ta udhëzosh cilën do ti, mirë po udhëzimi është në dorën e Allahut, Allahu ka udhëzon. Në jetë tjetër, vëma alejke ila al-balag, o Muhammed ti vetëm kumtoja fen, e udhëzimi është dorën e Allahut. E dukesh me thonë, valla ç'ki sullzohet kur? Ka ardhi personi ka thonë, lenebe ç'ket gjunohin? Ai ka thonë inshallah. Lenebe ç'ket gjunohin? Ka ardhi një ditë ka thonë, vallahi Zoti kur s'ta fal tije. Allah azza wa jall I ringjall ta dy njerëz ditën e gjykimit dhe I thot këtina, thot kush je ti që betohesh në emrin tëm dhe e prej gjykimin se këti nuk ja fal, këti ja fala këtë, ti kemi hinë zan xhehenemi për këtë. Pse se mëshirën Allah e ka dëgjon. Nuk mujna kërkan me etiketu me xhenet dhe me xhehenem prej ndonjë. Shpresojna që I vën vetë vepra të mira, shpresojna se ka me qenë prej banorëve të xhenetit. Por I jap në këshillat I personit thëna, mos vdes kështu se I kemi pas keq punë te Allahu azza wa jall. Nëse shkon pa namaz, kemi pas keq punë te Allahu azza wa jall. Domethënë, a mundesh me marr ti këtë rrezik me shkuën tona pa namaz? Nëse rrezikon me shku pa namaz, keq I ki punë. Shumë ka, di si I vjen, do me udhtu ti me shku me një shtet tjetër ama pa pasosh. Inshallah s'm shohin kufi, inshallah më shef në atë kamerat s'm dallojnë dhe hi dhe hipin aeroplan. E me këto I sosh se sa të hish atë se nga përcen pa pasosh akuton. Se si as sistema, si as kurkundi akuton. Bileti me të hupën se nuk udhtosh. E jo pasoshi. E për ata bileti dhe pasoshi jot është namazi që me kalun atona. Tjetra prej metodave thot I ka thirrën para në metoda që e ka përdor thot inni da'utu qawmi lejlen wa naharan. I ka thirr natën, I ka thirr ditën. Wa alantu lahum wa asrartu lahum israra. I ka thirr ditën, I ka thirr natën, I ka thirr me grup, mase ka shku I ka thirr një ka një. Para me not çaq sabër ka pas, ka shku I ka thirr në pazar, I ka thirr na për shtëpia, I ka thirr na për mbledhime, mase u ka shku na për shtëpia, mase kur I ka zate ka një I ka thirr. Pse? Ka thonë se ka musi filon, nuk e pranon islamin, nuk do mu bo musliman se bepi se ka tortur për këtina, ka tortur për atina, tutët për familjes, tutët për këtina, ndoshta për shkak dukujnë ka pas persona, në kore pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka pranu islamin se bepi vllaut vet, se bepi migjës, se bepi nanës, se bepi fisit vet, kabilës vet. Se ka dhe raste të sotit, ka thonë një rast në Irak, një person e ka pranu islamin, krishter, se ka edhe në Siri, edhe në Irak, ka domethënë krishter, thot e ka pranuar thot fejen, edhe në Egjipt ka krishter, Kipt të vjetër. Më se e ka pranuar thot islamin, ka shkuar ka thon familjes vetë e kanë pranuar islamin. Nga mlefi e kanë mit ata. Familja vet domethënë e kanë mit. E do thot dukush ka mundsi tutët ka shkuar ka thirr një ka një I ka thirr. Natën ditën nuk u ka lodh derisa 950 vjet më e ka kri domethënë misionin, ata nuk janë bindë, nuk janë kthit domethënë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj e kanë akuzuar. Domethënë e kanë akuzuar, di pse se pranojnë na fejen. Çepse se pranojnë na fejen. Se ti je I devijum. Inna lanaraka fi dalalin mubin. Ne shofna se ti je I humbur. Domethënë pe ti s'ka kur gjon. Për ata ne mendojnë se ti je I humbur. Se ka dukush të akuzon ti kur ta thirrësh atë fenë Allahut. Jo thotë unë jam mirë, kur të çave falo, thotë shko ti falu në xhami, se jo I keni zemrën e përlim, unë kam zemrën e bardhë. Unë s'ka nevojë me shku në xhami, unë jam super, ju çka keni problem, ju shkoni në xhami që më fal. Domethënë ai të akuzon ti se ti si je mirë. Jo sa ai që so mirë që nuk falet, a kupton? Po ashtu prej metodave tjera I kanë thonën çish me të besu ti kurse ti nuk I je njeri sikur ne, ha sikur ne, pi sikur ne. Domethënë I ka thonë pejgamberi sa mali era çka te paket yakulu at-ta'ama wa yamshi fil asfaq. Ha buk sikur ne, e ne hesna për treg në për pazare sikur ne. E ta kishte pas Zoti për një me, kishte dërgu një melek. Meleki, po, melek është I Zotit. E shumë interesant, nëse Allah azza wa jall e zojme që ka qua një pejgamber melek. Shta jemi në Ramazan. Melek të Allahut nuk janë as meshkuj, as femna. Melek të Allahut as nuk hajnë, as nuk pinë, as nuk flejnë. Nëse kishte konaj melek shtaj pejgamber të ne, qish kisht me na tregu neve se si bëhet Ramazan?
Kur ai nuk marr Ramazan hiç, kur ai nuk ha si fir, kur ai nuk ha si iftar, kur ai as nuk martohet. Domethënë Allah e ka thue njeri në mesin ton me qenë mu martue, që me ditë në rregulla se si do të mu martu. Rregullat si mu sill me gruan, rregullat kur të lind fëmia, nëse një pejgamberi s'ka pas fëmia, s'ka ditë fëmijë, çka me të kallëzu për dhimbtën e fëmijës, edhe për rregullat e fëmijës, edhe për dashurinë e fëmijës kur s'ka pas fëmijë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vdek nana, i ka vdek baba, i kanë vdek fëmijët, ka qenë jetim, është dobu pi shtëpie, e ka kap sihri, ka luftue, është për xhakos, nuk ka met unë të ka lidh barkun e vet me gur, domethënë nuk ka pas sen që e ka përjetuar ndoshta një njeri në jetën e vet që nuk e ka përjetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A di pse? Që ne më marr mësim, se nëse do kush ishte smu, shembull sot, smu do kush pi sihrit, thotë a thua jam njeri i keq unë që jam smua. E kur ta shet që pejgamberi alayhis salam mos mu thu, ej, kur ai pejgamberi Allahu ka smu, e kush unë? Ose nuk u i vdes fëmia, po to e çam ka gjet mu, nuk e dini, kur ta shet pejgamberi sa 4 fëmijë ka vuros me dorën e vet. Ose dikush do bu pi shtëpisë vet, lufta kur bot refugjat, që ikin pi shtëpisë vet, emigrojnë. Çka më ka gjet mu, kur ta di që pejgamberi sa ka emigru para tije, edhe si kanë lënë me marr kur xhon, normal që shtonë vullneti. E kjo tregon se nuk ka diçka çka ka ndodhur në jetën tonë, vetëm se i ka ndodhur edhe pejgamberit alayhis salam. Për mëna mëson neve dispozitat e fesë, e sikur të kishte qenë ai melek. Çka do të përjetoj? Ai do të përjetoj unësi. Thot shkova, thot ai sahabi me kërku, thot diçka ushqim te pejgamberi sa, thot ja Rasulullah, e kum lidh një gur në bark. Tha kur e ngreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam teshën e tij, thot i kishte di gur të lidhta në barkën e vet. E kuptova se kjo është alama i uritur se ne. Domethënë, kjo të tregon se kur ta shohsh ti një pejgamber se edhe ai me ti barabar është, komandanti me ti barabar është. Normal që i shtohet vullneti ushtarëve. E kështu domethënë, Allahu azza wa jall e ka thënë njërin mesin e tyre që ja din adetet, ja din gjuhën atyre, ato kanë thënë ti shekon me lek po. Pastaj çita çka kanë thënë? Kanë thënë a be kishmi bën ne musliman, ama këto janë konë vetëm se me kundërshtu, jo që për një me kanë pas me gjithë men ato. Po të gjenë diçka që vesh mos më të përgjigj ftesës. Kanë thonën ish na bën edhe ne musliman, ama kur i shoh me ti, ketë njerëzit e dopt, njerëzit fukarat, robt i kim mas veti. Se do veti që i ka pas, janë konë njerëzit e ngratë. Edhe subhanallahu, njerëzit që e kanë ndjek pejgambert, janë konë njerëzit seherë, janë konë njerëzit më të thjesht, ose më të varfër, ose më të dopt. Për ata e ndini në hadithi i gjatë, që është hadithi i Ebu Sufjanit me Nejashiun, kur kanë bon muhabet, çka i ka thonën? I ka thonën, ka ardhur një pejgamber, po i thirr njerëzit, po pretendon se është pejgamber, e po na bën neve për çarje fitne, edhe i ka urdhëruar pejgamberi me bë hijretin e parë, emigrimin e parë ku në Abisini, në Habeshe. E kur kontakton ban domethënë delegacionin që e çojnë me Mekasit, njëri ndërta është Ebu Sufjani me bot debat, polemik me mbretin që ti dëbon pjativinit ti ktheje prapë Mekë ti torturojnë këta. Edhe ai i thot ki pejgamber, a është i vërtetë ajo se ki ka pas librat? Ka thonë një ndërta po ta veti një pyetje veç. Ka thonë ki pejgamber që i thirr njerëzit në fe. Çfarë ti përgjigjen të pasit atë varfër? Ka thonë të varfrit. Bilali rob. Suhejb Rumi, Salman el Farisiu, do të thonë njerëzit që janë konë dopt, edhe Mekasit i kanë thonën, o Muhammed, ne kishmi ardhë me tije, ama largoj njerë qëto Bilalin këto, nëse në pohunshmin me gjdis bashkë me këto. Këto rob, fukarot, tash në vipa, njerëzit mëdhoj, kina mohunsh me këto, largoj këto. Allah azza wa jalla i thot, wala ta'du aynaka anhum turidu zinat al-hayat ad-dunya. O Muhammed, mos i hek syt dhe mos lakmo ka ata që e dojnë dunjojën, po lakmo dhe afroj ato njerëzit të cilët janë sinqert me Allahun, të cilët njerëzit falin namaz dhe çojnë dhe bëjnë dua gjatë natës. Ma njerëzit sinqert, to i kim njerëzit më të mirë, ato i kimi interes. Në momentin që soset interes ato largohen, ama zakonisht njerëzit që janë pa interes, njerëzit që janë dop, ndoshta njerëzit që janë varfër, është i sinqert sa e u ka bind në Allahun azza wa jalla, nuk e ka për interes. Ka interes, ai e vazhdon rrugën. E ka thonë mëse çom mendën ka këta njerëzit. Po ashtu i kanë akuzuar se ti ki nevojë më bëhe me pas pozit. Ka thonë ti do më bëu pejgamber, se normal kur bosh pejgamber kanë me të pasu njerëz dhe ki më bëu udhëheqës. Për ata pejgamberi tani sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur në Medinë, kur i ka thirrë njerëzit në fe, edhe në Mekë çka i kanë thonë, o Muhammed, nëse don ti kena me të bën mbret. Nëse don zgjedhë cilën gruaje më të bukur, cilën gruaje e don, çat gruaje kena me ta martu. Kallzo sa pasuri do kena me dhon. Këtë këto pse
nëse i kiti për pasuri, kena me dhonë sa të dush pasuri. Nëse do për gruje, kena me ta zgjidh grujen më të mirë. Nëse do me të bo mbret, kallëzobe kena me të bo edhe mbret. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Wallahi, nëse ma vënojni dorë, nëse ma vënojni diellin dorën e djathtë, edhe honën dorën e majt kur s'ka me hek dorë pikë kësaj feje deri në fund. Pse se kam unë për parë për post. E këto e kanë akuzuar, ka thonën, "Yuridu an yatafaddala alaykum", që do më kon për mi juve pak, po do më kon pak më i nalt se ju. Për ata që ju thirr juve, se ka domethënë për Allah që këta. E kanë akuzuar për çmendur. Edhe e kanë akuzuar dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i kanë thonë se kjo është me xhnun. Kjo është njëri domethënë që i kanë hiq gjint, edhe tash nuk e di çka fol, edhe kur dhe kthjellat ki kanë i lënë këto punë. Ama një herë u ka çmend, një herë mos e zini për të madhe. Sa budall fol për të, çon kur ka fol për xhenetin, ka fol për xhenemin, ka fol për qiellin, ka fol për dëgjona, ka thonë kjo është i kanë hiq gjint edhe ki vetëm fol lidhje pa lidhje. Ama kur ka mu kthjellën, ka më pasë, domethënë ki nuk është ashtu si thot ki. In hua illa rajulun bihi jinne. Ka thonë, kjo është një person që ka gjin me veti. Edhe sukhria ul istihza. Sa herë njerëzit përqeshin edhe i nënçmojnë pejgambert. Edhe sot dietarët e mëdhej ka njerëz që shumë folin dhe i përqeshin, ja përqeshin stilin, të folmën. Kjo është suneti ative që e mohojnë fenë Allah. E keni pa këta që i dalin të deçanit, fol një hoç kështu, fol për një hoç këtu, nuk e ka qëllimin ai për hoxhën, për filanin, si fol çka ban. Ai e ka urrëtitën ndaj fejes, po e çet tek personi, kishte personi ka problem, jo Islami. Se këto domethënë janë gabim. Këto janë problem që Islami domethënë e çojnë mbrapa. Po ashtu e kanë akuzuar çka se kena me të gurzu, kena me të lidh, domethënë më si ti se pranon Islamin, kena me të lidhën, kena me të ashtu, po ndalësh më, nuk po don më mu ndal me këtë, kena me të gurzu deri në vdekje. Edhe të kursi ka përzon ki domethënë njerëzit që janë konën dopt, e dyta kur nuk i ka zbrit njerëzit në atë pozitën e vetë që e kanë pas. Hakin e njerëzve ja ka dhonë, s'ka thonë, haj se ki ka pak poziti, hajde ma këtu t'i largoj. Jo, ka qenë i barabartë dhe nuk e ka nënçmu asnjëri, ka qenë domethënë i drejt mesin e njerëzve. Edhe sprovën tjetër që e ka pas Nuhi alayhis salam, njeriu më të afërt familjes vet, gruan e vet, ajo ka qenë pa besimtare, edhe ka qenë ajo e cila i ka folën fjalë fyse për burrin e vet dhe u ka thonë njerëzve mos e ndjekni këtë se kjo është mendje lehtë, ki nuk e dini se ki nuk është pejgamber dhe nuk është njeri që e ka dërguar Allah. Edhe Allah azza wa jalla ka thënë Kur'an, a di sa keq është kur një pejgamber ose një dietar ose një hoxh ose një thirrës kur familjave dhe njerëzit që i ka më të afër folin për atë. E keni pas sot Davidi pse sot nuk shkojnë te hoxhallar shumë njerëz. Se ndoshta çato njerëz që kanë net me hoxhallar më afër, që hoxha u ka liru me ata që me i afrue, që ato mas shumë t'i folin keq për disa hoxhallar, edhe sot nuk i kina për mezhlise, nuk i kina për derse nga fitnja. Pse? Unë se një kum net, unë me ata, ajo shtu, tamam një fjali duhet edhe ma u kri puna. Hajdi që e të pa të thot njoni. Tha u dhzova në fillim, tha nisa me ngu një hoq, tha njonim, tha me diti këtë hoq, kur se kështë ngue, tha i lash. Ja nisa tha me një hoq qetër me ngue, e në përket, tha më fund vetëm një hoq ta mbet që e ngujshë. Edhe erë të më folë edhe njoni edhe për atë hoqë. Di që i thash, na legojnë më s'folë se si të më folë që edhe përket, si talon ka me deviju më, se s'kam ku të ngoj më dërës kur konti. Mi kim shelë më këtë uthtë. Do më thonë, s'pas ka hiq as një të mirë, këtë ka nëndëkësi, do më thonë, shkatët me më rritë e shpia, as dërës më s'ngo, as ligjerata më s'ngo, as në derse më s'shko, as liber më s'ledzo. S'ka, se atë librin e ka shkujtë kush pi hoxhallarë e pi djetarëve. S'ka të mirë. E kjo është fitnë e madhe që do më thonë ja u kanë bën njerëzve për mi deviju në rrugën e Allahut. E kështu do më thonë kanë qenë edhe problemit e Nuhi alayhis salam se dhe gruaja e vet ka fol do më thonë për Nuhin alayhis salam, mirë pa i ka bo do më thonë sabër. Tjetra kanë thonë se këtë njerëzit mendojnë se mrekullia më e madhe e Nuhit alayhis salam ka qenë anija. Se ka ndërtuar një anije të madhe dhe ajo ka qenë anija e shpëtimit që në këtë botën ka shpëtuar. Djetarë thënë jo, kjo nuk ka qenë ma e madhja mrekulli, ma e madhja mugjizë. Mrekullia ma e madhja u ka thonë poplit vetë, o popli jem, unë ju thira 950 vjetë, dhe ju non stop nuk më keni përgjigje dhe më keni akuzue, edhe më keni kërcnue me vdekje, me gurzim, mbledhuni ketë, ka thonë.
Ejmiu kejdekum wa shurakakum, ledhni idhujt edhe ketë toka çka jeni ju qafira, çka jeni kundra mua, ketë bënuni bashk. Thumë kiduni, pastaj bëni kurtha për me vrau mua. S'keni me pas mundësi me mprekas me gisht. Ketë janë bo, edhe ka thonë wala tundirun, mos mlini asnjë çast mua. Kret, ka thonë bënuni bashk, merrni idhujt, merrni ata çka keni kafsh e çka keni pi mundësive t'juve për me më shkatru mua, unë jam shtet në Allahun. Hajde një ketë edhe unë ju del qëtu për para, edhe plus ka thonë mësu vanoni asnjë çast, mësu vanoni asnjë sekund. Krejt populli kur gjosën i kanë bëhë Nuhit a.s. Se ka pas bindjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj, mas ketë kësajna, e shembull që nuk bëhet kur gjo, atëherë i ka thonën, i ka ngrit durt, edhe ka thonën, o Zot, la yalidu illa fajiran kafara. O Zot, nuk lind prej këtyre njerëzive vetëm se gjunaqar edhe mohus qafira. Nuk ka herë, para menu derisa ai plaki e ka thirrën shembull 100 vjet, 150 vjet, para se me lind nipi i vet, vasijetin e fundit ka thonë, është një far njeri pejgamber është. Po thot vetin e ka pejgamber është nuk, mos gaboni të besojni atina. Thot pin fëmijë thot e kanë mohu ata. E kanë ditë i kanë bu armiq, i kanë dresirat, i kanë mësu, i kanë trajnu, pin fëmijë mos e besojni atë. E ka thonë s'ka çdo njëri çka lind piktive është më gjunaçar dhe më qafir se qetri. Para ata i kanë ngrit durt, ka thonë, o Zot, wala tadhar al kafirin dayara, mos lën asnjënin piktiven sipërfaqen e tokës, edhe ta marrim dersën e arshëm inshallah taala, çka ka ndodhur me anien dhe çka ka qenë lutja e Nuhit alayhis salatu wasalam dhe çfarë mrekulli ka bëu Allahu azza wa jall për këtë pejgamber dhe si e ka shpëtuar nga dënimi dhe i ka shkatruar ata të cilët nuk janë përgjigjë dhe kanë refuzuar ftesën e Allahut azza wa jall. Allahu i shpërblet për durimin deri në takimin tjetër wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.